Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për klimën e investimeve në Shqipëri për vitin 2025. Në dokument vlerësohet stabiliteti makroekonomik dhe rritja prej 4% e ekonomisë gjatë vitit 2024, e nxitur kryesisht nga turizmi dhe pasuritë e paluajtshme. Megjithatë, Dash ngre shqetësime serioze për klimën e biznesit, duke theksuar nivelin e lartë të informalitetit, korrupsionin e përhapur, konkurrencën e shtrembruar dhe pastrimin e parave nga trafiku i drogës. Raporti thekson se Shqipëria ka një kuadër ligjor liberal për investime të huaja, që lejon pronësi të plotë të kompanive nga të huajt, përveç aviacionit. Një nga zhvillimet pozitive të nënvizuara është përmirësimi në indeksin e perceptimit të korrupsionit nga 37 në 42, fal digitalizimit të shërbimeve publike. Gjithashtu, Dash vlerëson reformat në drejtësi dhe rolin e SPAK si mekanizma kyç në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Megjithaty, bizneset e huaja vijojnë ta shohin Shqipërinë si një vend të vështirë për të bërë biznes, për shkak të sistemit gjyqësor ende të brisht, mungesës së transparencës në prokurimet publike dhe numrit të madh të çështjeve të mbetura pezull në gjykata.